Krishnamurti, çfarë jeni duke bërë me jetën tuaj, pjesa e dytë, njohja e vetvetes, çelësi drejt lirisë. Frika. Frika e brendshme dhe e jashtme. Ne jemi të rënduara me frikë vetëm së jashtmi, por dhe së brendshmi. Ekziston frika e jashtme e humbjes së punës, e mospasjes së ushqimit mjaftueshëm, e humbjes së pozitës që keni, e sjelljes së shëmtuar te prorit tuaj. Por ekziston një frikë e madhe së brendshmi. Frika e të mos qenit, e të mos u bërit i suksesshëm, frika e vdekjes, frika e vetmisë, frika se mos nuk ju duan, frika e mërzisë së plotë e kështu me radhë. Frika pengon lirinë psikologjike. Pra, problemi ynë i parë fare, problemi ynë themelor është të çlirohemi nga frika. A e dini se çfarë bën frika? Ajo e rrëson mendjen. Ajo e bën mendjen të plogësht. Nga frika vjen dhuna, nga frika vjen adhurimi i diçkaje. Frika fizike është reagim kafshëror. Tani, në fillim kemi frikën fizike, e cila është reagim kafshëror. Një pjesë e madhe e strukturës së trurit tonë është trashëgimia nga kafshët, sepse se ne kemi trashëguar mjaft gjëra prej tyre. Ky është një fakt i vërtetuar shkencërisht. Kjo nuk është teori, është një fakt. Kafshët janë të dhunshme, kështu janë dhe qeniet njerëzore. Kafshët janë lakmitare. Ata duan t'i përkëdhelin, t'ua bëjnë qefin, u pëlqen rehatia. Të njëjtat gjëra dëshirojnë dhe qeniet njerëzore. Kafshët janë lakmuese, konkurruese. Të tilla janë dhe qeniet njerëzore. Kafshët jetojnë në grupe dhe qenieve njerëzore u pëlqejnë të funksionojnë në grupime. Kafshët kanë një strukturë shoqërore, po kështu e kanë dhe qeniet njerëzore. Ne mund vazhdojmë kështu duke u hyrë edhe më shumë detajeve të tilla. Por këto janë të mjaftueshme për të parë se ka shumë gjëra te ne, të cilat janë ende kafshërore. Frika fizike që e mbron trupin është inteligjencë. Problemi ynë është frika psikologjike. Është e qartë se reagimi vetë mbrojtës nuk është frikë. Ne kemi nevojë për ushqim, veshje dhe strehim, të gjithë ne, jo vetëm të pasurit, jo vetëm nivelet e larta. Të gjithë kanë nevojë për to, dhe kjo gjë nuk mund të zgjidhet nga politikanët. Politikanët e kanë ndarë botën në kombe si India, secili me qeverinë e vet sovrane, me ushtrinë e vet veçantë, dhe të gjithë ato gjepurat helmuese rreth nacionalizmit. Ekziston vetëm një problem politik dhe ai është të krijojë unitetin njerëzor. Dhe ky unitet nuk mund të krijohet nëse ju mbaheni fort pas kompsisë suaj, ndasive tuaja të parëndësishme. Kur shtëpia është duke u djegur, zotëri, ju nuk flisni për atë burrin që është duke sjell ujin. Ju nuk flisni për ngjyrën e flokëve të atij burrit që i vuri zjarrin shtëpisë, por ju sillni ujë. Nacionalizmi e ka ndarë njerëzimin ashtu siç e ka ndarë fet, dhe kjo është frymë nacionaliste, dhe besimet fetare e kanë ndarë njerëzimin, i kanë vënë njerëzit të ndeshen me njëri tjetrin. Dhe kuptohet sepse ka ndodhur kjo gjë. Kjo ndodh sepse ne të gjithëve na pëlqen të jetojmë në një pellg të vogël tonin. Dhe kështu pra, njeriu do të çlirohet nga frika, dhe kjo është një nga gjërat më të vështira që mund të bëni. Shumica prej nesh as që janë të vetëdijshëm se janë të frikësuar, dhe ne nuk jemi gjithashtu të vetëdijshëm as për shkakun e kësaj frike. Dhe kur e kuptojmë se nga kemi frikë, ne nuk dimë çfarë të bëjmë. Prandaj ne i largohemi asaj që jemi, e cila është frika, dhe ajo drejt së cilës ne rendim e shton frikën, dhe fatkeqësisht ne kemi krijuar një rrjet arratisjesh. Origjina e frikës është mendimi. Pra, mendimi e ushqen frikën. Unë mendoj për humbjen e një pune, ose unë mund ta humbas punën, dhe mendimi krijon frikën. Pra, mendimi gjithmonë e projekton veten në kohë sepse mendimi është kohë. Unë mendoj për smundjen që kam pasur dhe nuk më pëlqen dhimbja, dhe jam e frikësuar se dhimbja mund të më kthehet përsëri. Unë kam pasur një përvojë me dhimbjen. Mendimi për të dhe dëshira për të mos e pasur atë krijojnë frikën. Frika lidhet shumë ngushtë me kënaqësinë. Shumica prej nesh udhhiqen nga kënaqësia. Për ne, ashtu si dhe për kafshët, kënaqësia është gjëja më e rëndësishme dhe kënaqësia është pjesë e mendimit. Duke menduar për diçka që më ka sjell kënaqësi, kjo kënaqësi rritet apo jo? A nuk e keni vënë re këtë gjë? Ju keni pasur një përvojë me kënaqësinë, e një perëndimi të bukur apo të seksit, dhe ju mendoni rreth saj. Mendimi për të e shton kënaqësinë, ashtu si dhe mendimi për dhimbjen që keni pasur ju shkakton frikë. Më pas, njeriu e pyet veten: a është e mundur që të mos mendosh për kënaqësinë apo frikën? A është e mundur të mendosh vetëm kur kërkohet mendimi, përndryshe të mos mendosh fare? Zotëri, kur ju funksiononi në një zyrë, kur ju bëni një punë, mendimi është i nevojshëm, përndryshe ju nuk do të bëni dot asgjë. Mendimi është i nevojshëm
kur ju flisni, shkruani, bisedoni, kur shkoni në zyrë, atje ai duhet funksionojë në mënyrë të saktë, të paanshme. Atje mendimi nuk duhet udhëhiqet nga prirje tendencat. Atje mendimi është i nevojshëm. Por a është mendimi i nevojshëm në ndonjë fushë tjetër veprimi? Ju lutem më ndiqni. Mendimi është tepër i rëndësishëm për ne, ai është i vetmi instrument që ne kemi. Mendimi është reagimi kujtesës, e cila është grumbulluar nëpërmjet përvojës, njohurive, traditës. Dhe kujtesa është rezultati i kohës, e trashëguar nga kafsha. Dhe ne reagojmë nga ky mjedis. Ky reagim është të menduarit. Mendimi është themelor në nivele të caktuara. Por kur mendimi e projekton veten psikologjikisht si e ardhmja dhe e shkuara, atëherë mendimi krijon frikë dhe kënaqësi. Dhe në këtë proces mendja bëhet e plogësh dhe përrjedhoj është i pashmangshëm mos veprimi. Zotëri, siç e tham, frika shkaktohet nga mendimi. Mendimi për humbjen e punës, mendimi se gruaja ime mund t'ja mbath me dikë, mendimi rreth vdekjes, mendimi për atë që ka kaluar e kështu me radhë. A mundet mendimi të ndalojë së menduari për të shkuarën apo për të ardhmen psikologjikisht në mënyrë vetëmbrojtëse? Vëmendja i jep fund frikës. Kur ju i kushtoni diçkaje një vëmendje kaq të plotë dhe absolute, nuk ka fare vëzhgues. Dhe është pikërisht vëzhguesi ai që e ushqen frikën, sepse vëzhguesi është qendra e mendimit, është mua dhe unë, vetvetja, egoja. Vëzhguesi është censori. Kur nuk ka mendim, nuk ka vëzhgues. Kjo gjendje nuk është një gjendje e zbrazët. Kjo kërkon një sasi të madhe hetimi. Ajo nuk pranon kurrë asgjë. Rrënja e çdo frike. Varësia nga gjërat, njerëzit apo idet, ngjall frikë. Varësia lind nga ignoranca, nga mungesa e njohurive për veten, nga varfëria e brendshme. Frika shkakton pasigurinë e mendjes, zemrës, duke parandaluar komunikimin dhe mirëkuptimin. Nëpërmjet vetëdijsimit ne fillojmë të zbulojmë dhe kështu e kuptojmë shkakun e frikës, jo vetëm ato sipërfaqësore, por dhe frikë e thellë shkakësore dhe grumbulluese. Frika është e lindur dhe e fituar. Ajo lidhet me të shkuarën, dhe e shkuara duhet kuptohet nëpërmjet të tashmes në mënyrë që të çlirohet nga ndjesitë dhe mendimi për të. E shkuara gjithmonë kërkon të lindë të tashmen, e cila bëhet kujtesa identifikuese e mua dhe e imja. Uni, vetvetja është rrënja e çdo frike. Zemërimi dhe dhuna. Zemrimi mund të jetë vetbesimi i tepruar. Zemrimi ka atë cilësinë e veçantë të izolimit, ashtu si hidhërimi. Ai është shkëput dikë dhe të gjitha marrëdhëniet përfundojnë të paktën për momentin. Zemrimi ka fuqinë dhe gjallërinë e përkohshme të izoluarit. Ka një dëshpërim të çuditshëm te zemrimi, sepse izolimi është dëshpërim. Zemrimi i zhgënjimit, i xhelozisë, i nxitjes për të lënduar, shkakton një shkarkim të dhunshëm, kënaqësia e të cilit është vetë justifikimi. Ne dënojmë të tjerët dhe vetë ky dënim është një justifikim i vetes son. Po çfarë jemi ne pa një lloj qëndrimi, qoftë ai vetë kënaqësi apo vetë poshtrim? Ne përdorim çdo lloj mjeti për të fuqizuar vetveten, dhe zemrimi, ashtu si dhe urrejtja, është një nga mënyrat më të lehta për ta bërë këtë. Zemrimi i thjesht, një shpërthim i papritur që harrohet shpejt, nuk është ndonjë gjë e madhe, por zemrimi që krijohet qëllimisht, që përpunohet dhe që kërkon të lëndojë, ai është një çështje krejt tjetër. Rrënjët fizike dhe psikologjike të zemrimit. Zemrimi i thjesht mund të ketë ndonjë shkak fiziologjik, i cili mund të kuptohet dhe shërohet, por zemrimi që është rezultati një shkaku psikologjik është shumë më delikat dhe i vështirë për të përballuar. Shumica prej nesh nuk e kanë problem zemrohen, ne gjejmë një arsye për këtë gjë. E pse nuk duhet zemrohemi kur dikush apo kur vetë ne trajtohemi keq? Pra, ne zemrohemi me të drejtë. Ne nuk themi kurrë se jemi të zemruar dhe të ndalemi aty. Ne u hyjmë shpjegimeve të detajuara për shkakun e këtij zemrimi. Ne nuk themi kurrë se jemi xheloz apo të hidhur, por justifikohemi apo e shpjegojmë këtë gjë. Ne pyesim se si mund të ekzistojë dashuria pa xhelozi, ose themi se janë veprimet e dikujt tjetër ato që na kanë bërë të hidhur e kështu me radhë. Është pikërisht shpjegimi, verbalizimi, qoftë i heshtur apo i folur ai që e mbështet zemrimin, që i jep atij shtrirje dhe thellësi. Shpjegimi, i heshtur apo i folur, vepron si një mburoj kundër zbulimit të vetvetes, ashtu siç jemi në të vërtetë. Ne duam të na lavdrojnë apo të na lajkatojnë, ne presim diçka, dhe kur këto gjëra nuk ndodhin, ne jemi të zgënjur, ne bëhemi të hidhur ose xheloz. Te varësia ka zemrim.
Ju jeni tepër të rëndësishëm, sepse lumturia ime, pozita apo prestigji im varen nga ju. Unë përmbushem nëpërmjet jush, prandaj ju jeni të rëndësishëm për mua. Unë duhet t'ju ruaj ju, duhet t'ju zotëroj ju. Nëpërmjet jush, unë shpëtoj nga vetvetja dhe kur kthehem mbrapsht te vetja ime, duke pasur frikë për gjendjen time, unë zemrohem. Zemrimi merr forma të ndryshme, zhgënjim, kënaqësi, pakënaqësi, hidhsi, xhelozi e kështu me radhë. Pritshmëritë shkaktojnë zemrim dhe dhimbje. Nëse ju i hyni shumë thellë zemrimit dhe jo thjesht i kaloni atij përciptazi, atëherë çfarë do të kemi këtu? Pse zemrohet njeriu? Sepse ai është i lënduar. Dikush ka thënë diçka të pakëndshme dhe kur dikush thot diçka lajkatuese ju kënaqeni. Pse lëndoheni? Vetbesimi i tepruar apo jo? E pse ekziston vetbesimi i tepruar? Sepse njeriu ka një ide, një simbol të vetes, një imazh të vetes, se si duhet jetë ai, se si është apo se si nuk duhet jetë ai. Po pse krijon njeriu një imazh për veten? Sepse njeriu nuk e ka studiuar kurrë ato që ai është në të vërtetë. Ne mendojmë se duhet jemi kështu apo ashtu. Ideali, heroi, shembulli. Ideja jon për veten është arratisja jon nga fakti asaj që ne jemi. Por kur ju jeni duke e vëzhguar faktin aktual të asaj që ju jeni, askush nuk mund t'ju lëndoj. Pra, nëse dikush është gënjeshtar dhe i kanë thënë se ai është gënjeshtar, kjo nuk do të thotë se ai është lënduar. Ky është një fakt. Por kur ju pretendoni se ju nuk jeni gënjeshtar dhe ju kanë thënë se jeni i tillë, atëherë ju zemroheni dhe bëheni i dhunshëm. Pra ne jetojmë gjithmonë në një botë konceptuale, në një botë mitesh dhe kurrë në botën e realitetit. Për ta vëzhguar atë që ekziston, për ta kuptuar atë, për të qenë në fakt familiarizuar me atë, duhet që të mos ketë gjykim, vlerësim, opinion, frikë. Sigurisht që ju bëheni ajo gjëja që luftoni. Të kuptuarit e shpërndan zemrimin. Nëse unë jam i zemruar dhe ju më takoni me zemrim, cili do të jetë rezultati? Edhe më shumë zemrim. Ju bëheni ajo që jam unë. Nëse unë jam i keq dhe ju më luftoni me të keqe, kjo do të thotë se edhe ju gjithashtu bëheni i keq, sado i drejtë që mund t'ju duket vetja. Nëse unë jam i vrazh dhe ju përdorni metoda të vrashta për të më mposhtur mua, atëherë edhe ju bëheni i vrazh si unë. Dhe kjo është ajo që kemi bërë me mijëra vjet. Sigurisht që ekziston një qasje ndryshme nga ajo që i përgjigjet urrejtjes me urrejtje. Nëse unë përdor metoda të dhunshme për të çuar zemrimin tim, atëherë unë jam duke përdorur mjetet e gabuara për qëllimin e dur. Dhe për rrjedhoj, qëllimi i dur nuk do të ekzistojë më. Këtu nuk ekziston të kuptuarit, nuk ka kapërcim të zemrimit. Zemrimi duhet studiohet dhe të kuptohet me tolerancë. Ai nuk duhet ka përcehet duke përdorur mjete të dhunshme. Zemrimi mund të ketë shkaqe të ndryshme, por nuk do të ketë shpëtim nga zemrimi pa i kuptuar ato. Ne kemi krijuar armikun, banditin, dhe nëse bëhemi vetë armiku, nuk do të arrijmë kurrë të japim fund armiqësisë. Ne duhet kuptojmë shkakun e armiqësisë dhe të ndalojmë së ushqyeri atë me mendime, ndjenjen dhe veprimin ton. Kjo është një detyrë e vështirë që kërkon vetëdijsim të vazhdueshëm dhe lakueshmëri inteligjente, sepse shoqëria dhe shteti janë ato që jemi ne. Armiku dhe miku janë rezultati i mendimit dhe i veprimit ton. Ne mbajmë përgjegjësi për krijimin e armiqësisë, kështu që është më e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për mendimin dhe veprimin ton, sesa të shqetësohemi për armikun dhe mikun, sepse mendimi i dur i jep fund ndasisë. Dashuria e kapërcen mikun dhe armikun. Bota është ajo që jeni ju. Pra, bota është një zgjatim i vetes suaj. Nëse ju si individ dëshironi ta shkatroni urrejtjen, atëherë ju si individ duhet ndaloni së urryeri. Për të shkatruar urrejtjen, ju duhet shkëputeni nga urrejtja në të gjitha format e saj, trashanike dhe ato delikate. Dhe për sa kohë që ju keni ngecur tek ajo, ju do të jeni pjesë e kësaj bote ignorance dhe frike. Pra, bota është një zgjatim i vetes suaj të dyfishuar dhe të shumë fishuar. Bota nuk ekziston e veçuar nga individi. Ajo mund të ekzistojë si një ide, si një shtet, si një organizatë shoqërore, por do të jetë individi ai që do ta zbatojë këtë ide, ai që do ta bëjë këtë organizatë shoqërore apo fetare që të funksionojë. Ignoranca, lakmia, frika e tij e ruajnë strukturën e ignorancës, lakmisë dhe urrejtjes. Po nëse individi ndryshon, a mund të ndikojë ai te bota, ajo bota e urrejtjes, lakmisë e kështu me radhë? Bota është një zgjatim i vetes suaj për sa kohë që ju jeni të shkujdesur, të ngecur tek ignoranca, urrejtja, lakmia. Por kur ju jeni të ndershëm, të matur, të vetëdijshëm,
atëherë jo vetëm që do të ketë një shkëputje nga ato shkaqe të shëmtuara që krijojnë dhimbje dhe idhrim, por tek kjo ndjeshmëri do të ketë gjithashtu një plotësi, një tërësi.